Pra fjala islam, do më thanë nënçtrim dhe dorëzim në aspektin gjuhësor. Kurse definicioni i fesë islame është el-istislamu lillahi bit-tauhid, do më thanë dorëzimi dhe nënçtrimi ndaj Zotit Allahut subhanahu wa ta'ala me tauhid, me veçim, do më thanë duke ju nënçtruar vetëm atij. Dhe këto të dyja, pastaj i vazhdon definicioni wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, edhe për ulja ndaj tij, duke ju bindur atij, do të thonë duke i zbatuar urdhrat dhe duke u larguar prej ndalesave. Wal-bara'atu min ash-shirki wa ahlihi, dhe distancimi prej shirkut dhe prej njerëzve të shirkut. Do thotë kur thuhet dorëzimi dhe nënçtrimi ndaj Allahut me tauhid, do të thonë patjetër duhet ta shikojmë në definicion për secilën njësi të definicionit, se cila është ajo që kundërshton. Do të thonë, nëse nuk ka dorëzim, pra nëse një njeri nuk i dorëzohet Zotit subhanahu wa ta'ala, atëherë ati i thuhet mendje madh ose arrogant, do të thonë që mohues, do të thonë nga mendje madhësia. Dhe nëse i dorëzohet Zotit, por i dorëzohet edhe tjetër kujt, do të thonë nuk e ka dorëzimin me tauhid dhe me veçim, atëherë ati i thuhet mushrik ose pagan. Do thotë prandaj që tjetë islam, që quhet islam dhe që njeriu të jetë musliman, do të thonë duhet të ketë këto të dyja. El-istislamu lillahi bit tauhid, do thotë nënçtrimi dhe dorëzimi ndaj Allahut me tauhid. Kjo është kuptimi i fjalës islam.